futbolistëve. Po unë me Armendin e zhvillesha një luftë speciale. Ky ishke në super formë. Edhe unë gjithmonë insistejsha se ky dresi i kombëtarës Kosovës tashma përkujtaj. Gjithmonë insistejsha që sepse neve na nënvlerësojshin ligën e Kosovës përpara Federata e Futbollit, ja se kë liga e dopt, jo kështu, jo pa ashtu. Federata e Futbollit e jona? E jona nuk i thërshin selektorët, dhe nuk i thërshin këta lojtarë që luishin mirë në ligë Kosovës, që me parametra ishin mirë. Po. Edhe gjithmonë, do me thonë, Armendi ishte në top form, edhe disa futbolista tjerë, po është pikrisht nëse kur bëhet historia e futbollit. Ka më bëhet që unë e kom zhvillu luftën kryesore për mi thirë lojtarët për Ligës Kosovës, ndërsa aklin e ka thy Armend Thaçi. Do me thonë, ky ka qenë direkt për Ligës Kosovës që është ftu të kombëtarja. I pari? Pari lojtar? Unë e muj me thonë që i pari, nuk e di tashti Saktësisht, po. Saktësisht, por e di do me thonë edhe ndeshjen ku ka lujt, ndeshjen... Po, nga ekipet e Superligës... Është ashtu Lërik. Edhe mas pranimit, edhe ndeshjen e poshtë zyrtare. Po. Është ashtu Armend. Pasi të tjerët janë ftuar... Unë nuk guxova me koni... Të tjerët janë thirrë kur kanë dalë në Rumani që janë transferu pastaj janë se këtu për shembull ti ke luajtur në Kosovë, si ke dalë jashtë mas një muaji ti e bëj lojtar i mirë. Po ti çaj lojtar ke qenë në Kosovë. Çaj njëjti. Kështu që është me shumë interes me thonë për Armendin, për publikun. Si lojtar, si djalë njojnë, gjithë nuk kemi nevojë aty me diskutu, por kjo ishte shumë e rëndësishme, se kjo është ekskluzive dhe shumë e veçantë me thonë. Dhe është për një bravo të madhe se tani po merren lojtarë nga Superliga e Kosovës. Është arrit qëllimi. Është arrit qëllimi.